e buxhetit, do të thotë zgjatje buxhetore për të shmangur një krizë pakash për punëtorët. Sipas meje, ligji për buxhetin për vitin 2026 pa hyrë për mbajtje të tij. Nuk është dokument i proceduar në mënyrë të lehtëshme, kjo qeveri nuk ka të drejtë me procedurë ligj i cili është miratuar në një qeveri e cila 3 ditë përpara nuk e mor votën në kuvend. 3 ditë përpara nuk i fitoi votat Albin Kurti, s'mujti mi bëj gjarë të një, edhe mas 3 ditëve shkojnë e votojnë ligjin për buxhetin. Çfarë kuptimi ka kjo? Kjo është një farë loje me ndjenja të qytetarëve edhe me institucione. Tash kjo mungesë e të njëjtit njerëz, të gjithë ata që janë të propozuar, që janë aty në karrikën që kanë uzurpuar, në fakt karrikën e ministrit, të njëjtin dokument thonë hajde tash në kuvend ta votojmë, edhe ata duhet të marrë pjesë në votim. Të njëjtit njerëz. Reni jonë kushtetues i ka nda këto përgjithësi ekzekutivin, gjyqësorin edhe legislativin. Edhe çdo gjë që veprohet e bashkume është jashtë kushtetuese. To e din gjithkush. Por jemi në pikën ku jemi dhe ka dhe raste pra që janë dërguar sa i përket mbajtjes së pozitave edhe në ekzekutiv edhe në organin ligjvënës, por në situatën ku jemi këtë fillimisht e kjo çështja e oferta, a mendoni për shkak se është përmendur kjo vazhdimisht, a mendoni se mungesa e një oferte serioze, le të themi, që për këto partitë për Bakën, Nismën, është bërë për shkak që ndoshta mund ta presi votën edhe për shkak të frikës që të shkohet në zgjedhjet e parakohshme, për shkak është përmendur kjo nga eksponentë e partisë në pushtet që partia si AK ose Nisma mund të mos e kalojnë pragun dhe të ketë një rritje tjetër që e pretendon partia që ka qeverisë deri më tani. Për Nismën nuk flas. Për kanë të të shpresojnë ata që se kalon pragun, me që kanë më dalë edhe në Shëngjergj, pa qeveri. Sa për neve, na sot veç e kemi mbajt mbledhjen e kryesisë, edhe i kemi bo hapat e parë, veprimet e para, për mi nxjerrë kandidat për zgjedhjet të jashtëzakonshme. Veç jemi... Pra po përgatitet në atë drejtim, që do të jemi në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Jemi të gatshëm më hi në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Kështu që pja heki që të ka sa vetë atyne, qoftë se kanë... Pra këja si e vetme të shkojnë në zgjedhjet e reja, të jashtëzakonshme? Këja pret edhe është t'ju përgatit më shku në zgjedhjet të jashtëzakonshme, nuk e ka nërmen më ju bashku dikuj që pa ofertë i bën një ftesë kështu ajtë patriotike bashkohë me neve se na jemi burrat mirë. Edhe në anën tjetër ofendan, fyn, sillet, sillet, edhe jo vetëm kjo. Po kur e marrim mënyrën çështë kanë menaxhu këta paranë publike, edhe çështë kanë udhëheq shtetin për këto 4 vjet, edhe më ta fal gjysën e qeverisë, më thonë hajde me neve, unë kisha thonë mos më shku. Pse? 1/3 investime kapitale për 4 vjet, kjo viti 5, që janë të dome me buxhet, nuk janë hi në punë. Konkretisht, 3 miliard kanë qenë për 4 vjet në dome me buxhet për investime kapitale, 2 miliard janë realizu, 1 miliard ka dështu. 1/3, 1 miliard. Me 1 miliard ishtë ndërtu autostrada Dugagjinit, që kanë jek krejt për... Ska qenë pjesë e projeksionit. Po mirë, kanë jek, ama ku janë këto 1 miliard tash? Janë shpërnda në forma çuditshme, po kur nuk janë. Nuk janë që në rujt për i vitit në vetë, mu akumuluar më thonë po, viti 4, po tash i kemi 1 miliard e gjysë për investime, edhe i kryjmë këto projekte. Ato janë 3 dikon, edhe viti i ri buxhetor, që e kanë propozu, e ka 980 milion atë kategorinë e investime kapitale, që është në thonë një shumë e thjesht e një viti buxhetor. Ato që kanë metë pa investu në vitet e kalume, t'i ka janë 3. Po, ku janë 3? Për shembull, të keq menaxhime, që është arsyeja jonë mos mu bashku me këtë kategori qeverisë. Për 4 vjet e 9 muaj t'i viti sa është raporti fundit, si mas raportet Ministrisë Financa,
Për udhëtime zyrtare, kjo qeveri i ka hargju 58.310.000 euro. Do për një mandat, për 4 vjetë? Për 4 vjetë edhe 9 muaj, tash të këtij viti. 2021, 22, 23, 24, edhe janar në ndorë... Konsideroni se është shifër e lartë kjo krahasuar me shpenzimet që janë bërë në të kaluarën? Shumë e lartë. Ju keni qenë dhe Ministri i Financave, pra kanë qenë të paraferta me të larta me të Në qoftë se 4 vjetë, 9 muaj bojnë 1730 ditë, edhe shumë e dile, për i bjenë që çdo ditë për udhëtime zyrtare janë hargju nga 33.705 euro. Për çdo ditë? Për çdo ditë, të zotit. Shumë e dile të honët morë të krejtë. 1730 ditë, 33.705 euro në ditë. Pastaj, për dreka zyrtare, janë shpenzu dikon 11 milion euro për këto 4-5 vjetë. Për dreka zyrtare. To janë shifra që i keni nxjerrë, do të thotë ju ka dërguar dikush apo për shkak se nuk keni parë që janë bërë publike në këtë formë? Janë publike. Lutna, çdo raport vjetor. Do të thotë janë Ministrisë Financa. Ministria e Financa që ja jep raportin vjetor buxhetit Kuvendit Kosovës, pe atij raporti janë nxjerrë shifër për shifër. Veç mundet më konë rrëmbullaksimi i shifrës fundit, për se janë miliona dhe se kanë ndaj vlerë kështu mi deklaru. Pastaj, për telefona mobil, 13 milion, janë pagu. Telefona mobil, jo, kësi. Ka edhe për telefona fax, shumë plus. Pastaj, kemi karburant për vetura. Karburanti për vetura, 55 milion. Që kjo qeveri, që në pushtet ka ardhë të kritiku. Luksin qeveritar, gjipat e zi, drekat zyrtare, luksin, që apë djone. Këto janë shifra zyrtare të nxjerrë në për raportit buxhetit. Tash, për me kamuflu të drekat zyrtare, vitin 2024 edhe këtë vetë, raportet periodike i kanë hjek drekat zyrtare si kategorit veçantë e i kanë shti me shërbime kontraktuse, cilat është zërë me nda, për me mjegullu tash se e kanë po qenë shumë, edhe i kanë përzi me kategorin e shërbime kontraktuse, aty ka dhe shërbime kontraktuse për punë intelektuale, për nevojat qeverisë, që paguhen të vetë me kontrata. Kontrata mbi vepër, po? Ose kontrata tjera për shërbime intelektuale, ose tjera që ka pëdion, po që ka nevoj, edhe i kanë përzi. Mirë po unë i kom morë shifrat, si kur më pandohë sa në vitin para prak, për mës me tepru, edhe kom nëzirë këtë shifër. Kurse për rezerva shtetnore, për këto 4 vjetë vetëm 19 milion euro. Do të që i kanë ta qeveria? Po, që i kanë pagu.